Në familjen e Gjemjanus Berisha në Voljak të Klinës, sot u përurua një pllak përkujtimore në shtëpinë që gjatë luftës së fundit shërbeu si bazë dhe stre për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë ceremonisë mbesa e Gjemjanusit dhe njëherit e bia e Malish Berishës, Vanessa Berisha, rikujtoi historinë e përkushtimit familjes, duke theksuar se i zoti i shtëpisë kishte ofruar kullën me dëshirë për të vënë në shërbim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë objekt, djemtë e tij Del Malish dhe Gjevat Berisha, së bashku me vëllezërit e tij Bajram e Hamid Berisha, organizuan ndihmën dhe bashkëpunimin me banorët e zonës për të mbështetur luftëtarët e UÇK-s. Shtëpia u shndrua në një pikë të rëndësishme strehe, ku oficerët dhe ushtarët e Kosovës gjenin ngrohtësi, ushqim dhe siguri në periudhat më të vështira të luftës. Në këtë mision, rol të pazëvendësueshëm patën edhe gratë e familjes, të cilat kontribuan me përkushtim dhe guxim. Zonja e shtëpisë, Sofe Berisha, humbi jetën gjatë dëbimit të popullsisë drejt Shqipërisë. Familja Berisha dha sakrifica të mëdha për lirinë e vendit në forma të ndryshme. Nga kjo shtëpi ra dëshmore dhe Bajram Januzi, i cili u martirizua në masakrën e burgut të Dubravës. Vendosja pllakatës përkujtimore 26 vite pas luftës përbën akt vlerësimi dhe respekti për kontributin e familjes Berisha dhe rolin e tyre të çmuar në mbështetje të luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju faleminderit shumë në emër të familjes Gjemjanusit se keni marrë pjesë në këtë ceremoni për zburimin e kësaj pllake këtu në këtë shtëpi. Kjo është shtëpia babës, shtëpia Gjemjanusit, në emër të vëllezërve të mi, djemëve të nipa tonë, ju uroj mirëseardhje, ju falenderoj nga zemra për këtë pjesëmarrje. Tani në emër të familjes tonë ka përgatitur një fjalim mbesa jonë, vajza e Malish Berishës, Vanessa, ju ftoj ta dëgjoni. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur. Ditët me të lavdishme të kullës së Gjemjanus Berisha në Voljak. Ishin datat 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, kur në prekazin heroik, familja legjendare e Shaban Jasharit u bë cak i sulmit të policisë dhe ushtrisë serboslave, duke kryer njërin nga masakrat më barbare të shekullit të 20. Mirë po, aty u bë edhe rezistenca më madhështore, ku një familje për 3 ditë e 3 net luftoi me armë në dorë, kundër kësaj barbarie. Ata u sakrifikuan për të bërë kushtrim për tërë kombin shqiptar, duke i treguar barbarisë serbe se tani e tutje në çdo shtëpi shqiptare do të pretësh vetëm me grykën e pushkës. Nga fundi i muajit mars, i zoti i kësaj kulle na thirrë së pari ne, djemvet e tij dhe vëllezërit e vet, dhe na u drejtua me këto fjalë. Nga sot, bëni çmas për të siguruar armatimin se liria nuk falet, por fitohet. Prej sodit, kjo kullë dhe kjo shtëpi le të bëhet strek për ushtarët e lirisë. Dhe kështu u bë. Filluam mobilizimin e ushtarëve të lirisë, me njerëz të besuar dhe adhëtar. Të parët që e filluan në fshatin ton ishin djemt e Gjemjanusit, Din, Malish dhe Gjevat Berisha, dhe vëllezërit e tij Bajram dhe Hamid Berisha. Filluam bashkëpunimin me djemt dhe burrat më të fortë të fshatit Voljak dhe të fshatrave përreth. Kulla dhe shtëpia e Gjemjanusit në Voljak u bë streha e parë e luftëtarëve të lirisë, pra kjo ishte kulla e parë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Voljak. Së bashku me kullën dhe shtëpinë e Kadri Sejdi Berisha, Enver Kadri Berisha. Në kullën e babës Gjem kanë ngrënë bukë shumë oficerë dhe ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës si Gjem Imer Morina, Arif Bali Morina, Ahmet Alush Morina, Bajram Hysem Berisha, Ramiz Janus Berisha, Ramadan Isuf Berisha, Sokol Bashota, Bina Gashi, Fadil Gashi, Din Gashi, Skender Gjepi, Isa Krasniqi, Ali Gashi, Begjet Shala e shumë të tjerë. Në shtëpinë e kësaj kulle kanë përgatitur bukë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, kohë e pa kohë, ashtu siç e donte nevoja. Në mbrëmje, natën vonë, pas mesnatës, herët në mëngjes dhe atë pa asnjë përtesë dyreat e mëdha të babës Gjem, bashkëshortja Adin Berishës dhe bashkëshortja e Tahir Berishës, dy zonjat e nderuara të shtëpisë, Naze dhe Shpesa Berisha.
Prandaj sot, pas 26 viteve, me plot gojë nu themi faleminderit për mundin dhe sakrificën e juaj. Në muajin qershor 1998, erdhi nga mergimi për të ju bashkuar radhën të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, djali i dytë i Xhem Janusit, vllai ynë Tahiri, kurse dy djemet e tjerë të babes Xhem, Hakia dhe Velia, dhanë kontributin e tyre përmes ndihmës financiare nga Perëndimi. Nga shtëpia e Xhem Janusit për Kosovën u bë martire zonja e parë e kësaj shtëpie, nëna jonë e dashur martirja Sofe Berisha. Kjo martire, edhe pse ishte e paralizuar, u vran nga shkijet në fshatin Rakovin të Gjakovës, gjatë debimet të popullatës në Shqipëri. Eshtrat e nënës martire u gjatën 6 vite me vo në një varres masive në Gjakov. U rivarros me nderime nga bashkëshorti, djemt dhe vajzat e saj në varresat e fshatit Vëljak. Po nga kjo kull, ra dëshmor vëllai i Xhem Janusit i treti, Bajram Janusi, në burgun e Dubraves. Lavdi martireve, dëshmoreve dhe gjithë të rëneve për liri. Prandaj kjo pllak përkujtimore e vendosur sot pas 26 viteve të përfundimit të luftës e ka të njëjtën vlerë sikur të ishte ngjitur këtu e 26 vite më parë. Pra o deshtën kaq shkohë priteje që njerëzit me në fond të kthjellen dhe të ju ipet vlera merituar atyre familjeve që të parat sakrifikuan gjithçka, që rrezikuan jetët e tyre duke u bërë krah dhe forcë e njerëzve për liri dhe atë. Këtë sakrificë kjo familje nuk e bëri për poste e as për privilegje apo për përfitimet e tjera pas lufte, por e bëri vetëm për një qëllim, lirinë e popullit shqiptar. Halali qof mundi dhe sakrifica e kësaj familje popullit ton. Roft ushtria çlirimtare e Kosovës, Krenaria e Kombit, roft Republika e Kosovës, roft populli ynë shqiptar. Me respekt, djemt e Xhem Janusit, Din, Tahir, Veli, Maliq dhe Xhevat Berisha. Faleminderit. Di fotografi shumë mirë shumë fare. Hajde fotografi. Inshallah ai mushi komplet me poçë, shkoj mirë, hajde të shikoj. Unë shumë. Ja, si ka pasur. Hajde fotografi. Qërnin dhe kënej tani kënej në ka une?